Të nderuar teleshikues, ju përshëndes nga hapësira e të ftuarit të ditës këtu në ekranin e televizionit Fox News. Për gjatë minutave në vijim do të kemi mundësinë që të diskutojmë sa i takon fushatave elektorale të disa prej partive kryesore në vendin tonë, por edhe të veçantave të cilat po përcjellin dhe paraqesin nga dita në ditë liderët e partive, por edhe vetë partitë politike të cilat garojnë në zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Me mua në studio është bashkuar Bledi Dika, politolog. Bledi, të përshëndes, faleminderit shumë që je sot në Fox News. Albi, faleminderit për ftesën, është kënaqësi. Bledi, gjatë minutave në vim do të mundohemi dhe do të përpiqemi që të jemi tepër konciz me mesazhet drejt për drejta, me një analizë të mirëfillt ashtu siç ti e di, në bazë të minutazhit e për të limituar, pasi duhet jemi të barabartë për gjithë secilin për të cilin ne do flasim. Do të respektojmë të ashtu quajtur në par condition. Patjetër që duhet të vijojmë. Doja të nisnim me Partinë Socialiste dhe Kryeministrin e vendit Edi Rama. Si e ke parë fushatën, nisjen e fushatës, mënyrën dhe qasjen e Kryeministrit Rama kundrejt qytetarëve dhe këtyre zgjedhjeve parlamentare, duke patur parasysh shumë edhe premtimin për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Koha në dispozicion për Kryeministrin është 5 minuta, Bledi. Atëherë, Kryeministri, normalisht Partia Socialiste po punon në dy nivele, ashtu siç punon në çdo fushatë elektorale, në nivel le të themi komunikimi, propagandë, pra marrëdhënie me publikun, dhe në nivel organizimi, pra të takimit në sy me elektoratin, takimeve grupore që mund të bëjnë kandidatët e tjerë. Ajo që vjet re më shumë dhe që mund të analizohet është në aspekti komunikativ, pra ai i premtimeve, domethënë elektorale që bën. Dhe siç e the dhe ti, siç e paralajmërove dhe ti, një nga pikat qendrore të kryeministrit së fundmi është aderimi në Bashkimin Evropian brenda vitit 2027. Në qoftë se do të analizoja, është tashmë ky një premtim prej shumë kohësh. Unë nuk di se sa mund të ngjis më tek shqiptarët, duke patur parasysh që është për shumë vite që bëhet dhe si thua për herë ngec ky aderimi jon në Bashkimin Evropian për një arsye, por një nga më të rëndësishmet është pikërisht performancat qeveritare ndër vite. Nëse do të bëja dhe një lidhje, një metaforë, themi është si ai premtimi i ujit që për herë rikthehet. Tani është rikthyer për të patur ndoshta për ta rijetësuar akoma më shumë, por unë nëse do ta krahasoj një paralelizëm, një pasqyrim, le të themi të drejtësh, jemi në kohën e bioinxhinierisë, robotikës së tjerë, është si puna e atit mamuthit ose këtyre Direwolf që një nga këto kompanitë bioinxhinierike riktheun jetë pas 10.000 shumë mijëra vjetësh, edhe aderimi i Bashkimit Evropian është një kartë që ka qenë e madhe, pra për nga madhësia si një mamuth, por që është besoj unë drejt shuarjes për sa i përket perceptimit që ka publiku, sepse të mirat që mund të vinin nga Bashkimi Evropian për të paktën për ata që percepton, po them për bizneset, për qytetarët, pra të ikin të udhtojnë në mënyrë të lirë në Bashkimin Evropian, kthehen, ajo është bërë tashmë, pjesa kush kishte për të ikur ka ikur, kështu nuk e di sa mund të ngjisi, domethënë kjo tezë, ose më mirë mund të themi që realisht mund të ngjis pak, edhe pse domethënë është marrë si një nga temat kryesore të fushatës në nivel propagandistik. Bledi, kemi kohë që jemi përballur me fushatën elektorale të partive kryesore në vendin tonë, por edhe të Partisë Socialiste. Nëse do të analizonim të mirat dhe të këqijat e fushatës aktuale të Partisë Socialiste deri në këto momente që ne flasim, si do t'i ndanim? Në një fushatë elektorale aq më tepër Shqipëri, besoj që nuk mund të ketë një ndarje, domethënë me thik midis të mirës dhe të keqes, ose ndonjëherë ajo që duket si e mirë është bëhet për kalkulim elektoral. Mund të kujtojmë që Partia Socialiste ka bërë këtë, domethënë një fushatë kundrejt individit jo shumë agresive, siç ishte për shembull kur në opozitë ishte Lulzim Basha, pra u krijua në opinion publik në PR ideja e një kundërshtar gjumash.
pra jo shumë agresive, pra gjuma që nuk mund të bëjë për këto punë, ose për shembull Alim Kosova që Rama cilësonte si një burr i mirë, mund të jepja dikë për grua, pra në këto kulturë dhe tani për zotin Berisha është po njëta strategji, pra e paralelizon me figurën e Bufit, pra të dikujt që, si thosh, nuk mund të jetë shumë i dëmshëm, por është i shtëruar nga energji dhe nuk mund të bëjë për këtë punë. Pra, si thosh, mund të gjaj mirë nga njëra anë, por është për kalkulim elektoral dhe. E kuptoj. Shiko, çfarë presim nga Partia Socialiste në vijim? Gjithmonë flasim për fushatën. Në vijim, në aspektin, si thash, në aspektin komunikativ, besoj që do të mbahet në këto nota, në këto nivele. Ndërsa në aspektin organizativ, besoj që do të shtohet, sa vjen do të shtohet dhe presioni që do të bëhet në elektorat. Besoj do të kujtojmë që Partia Socialiste është në pushtet, gjithashtu ka dhe atë pushtetin vendor, kështu që dhe presioni besoj në administratën publike do të jetë i madh, që është një nga instrumentet kryesor, domethënë për vjeljen e votës. Dhe kështu pra, siç thash, në nivel komunikativ besoj do të mbahet në të njëjtat nivele, kurse në atë organizativ do të shtohet. E kuptoj. Mirë Bledi, kaq se i rekon Partisë Socialiste dhe kryeministrit Edi Rama, duhet të ndalemi pak tek fushata elektorale nisur nga Partia Demokratike dhe kryetari i saj zoti Berisha, i cili në një farë mënyrë kërkon një rikthim të tij të tretë në krye të qeverisë shqiptare. Marr mesazhin tënd rreth mënyrës se si ti e ke parë gjithë qasjen e Partisë Demokratike, gjitha mesazhet drejtuar qytetarëve, drejtuar diasporës për këto zgjedhje parlamentare, të mira, të këqija, të çfarë duhet të ndryshojë, çfarë duhet bëhet më mirë për gjithë secilin prej këtyre partive, Bledi. Ju e cituat dhe pak në pyetje që kryefjala, pra kryefjala e Partisë Demokratike nuk mund të ndahet nga figura e kryetarit të saj tashmë, Sali Berishës, dhe kryefjala pra është rikthimi. Do të kemi parasysh që flasim për një subjekt politik, mund ta quajmë subjekt politik tashmë zotin Berisha, i cili ka konsumuar pushtet, ka rënë, është rikthyer dhe së fundmi ka kaluar, themi, një kalvar brenda Partisë Demokratike. Fox News shkruante që dhe për faktin që nuk ishte lejuar në zgjedhjet e emrit etj. Pra, kryefjala është rikthimi dhe sa rikthimi mund të ngjall besim, nuk po them tek militantët ose tek vota tradicionale PD-s në mënyrë pakushtëzuar, po tek ai elektorat gri që ka qenë për herë. I bën mirë Partisë Demokratike ky rikthim apo i shkakton dëm? Kjo është sfida. Kjo është Partisë Demokratike aktualisht i ka bërë mirë të paktën për këto zgjedhje, sepse nuk ishte asgjë kundi. Pra Partia Demokratike në aspektin administrativ dhe politik dhe legal ligjor ishte midis shumë palve, kishte një përçarje, dikush mante Vulën, dikush mante Selin. Pra kishim pothuajse një shpërbërje si formale ashtu dhe substanciale. Dhe në këtë sens, pra bashkimi të jep mundësinë që partia të ketë kapacitete vendimarrje, që kjo është dhe një gjë më e rëndësishme kur bëhet fjalë për fushatën, ketë dhe një prirjes ose një udhërrëfyes drejt së cilës bashkohen të gjithë elementet e partisë. Në këtë sens, pra, është pozitiv brenda partisë, pastaj se sa ndikon tek elektorati dhe tek ai elektorat që do të jetë vendimtar, kjo varet pastaj se sa propaganda, se sa komunikimi do të rikthej ose do të rikthej besimin tek figura e Sali Berishës dhe te partia. Pra Berisha, me sa po shikoj, në gjithë komunikimin e tij është në termat e një shpalosit, e një oferte për një kontratë shoqërore të re. Domethënë, edhe në këtë sens dhe si thua politikat ose propozimet që ai bën nuk janë ekskluzivisht dhe detyrimisht të djatha dhe shumë të djatha. Aty ka dhe si thua
propozime që kanë karakter social, që dikush mund t'i quante dhe të majta. Pra, për ta përmbledhur, sfida e madhe e Berishës është rikthimi të jetë i pranueshëm dhe të ngjalli besim tek ai elektorat që mund të jetë në dyshje. Dhe kjo, domethënë, është si thua aja. Kurse tjetra është dhe fakti që si pjesë e fushatës elektorate ka marrë dhe la Civita, domethënë një person që është pranë Trumpit, dhe kjo është dhe për të thyer pak të gjithë atë lajm ose të gjithë atë narrativ që Berisha është anti-amerikan, ka non grata, kundërkohë tashmë në krah të tij është një person që është shumë i lidhur me administratën Trump. Pra, në këtë sens është një lëvizje pozitive. Nuk e përfaqëson absolutisht, po ne dim shumë mirë që edhe në Amerikë akoma më shumë administratën Trump, personat që kanë qenë afër tij nuk janë pa ndikim. Aq më tepër që Amerika është një sistem politik ku lobingu është, si thua, edhe i ligjëruar. Domethënë nuk është diçka e jashtëzakonshme. Në këtë sens, pra, ajo që mund perceptohet nga publiku, pavarësisht sa ndikon ose jo realisht, perceptimi është që nuk qeka dhe kaq anti-amerikan sa një nga kryesorët e fushatës Trumpit është në krye Berishës. Dhe kjo ishte një lëvizje shumë e mirë nga ana Berishës, pra të afronte. Si e pret vjueshmërinë e fushatës Partisë Demokratike dhe të Berishës? Besoj që vjueshmëria do jetë për herë që në nivel komunikativ që t'i shprehë publikut, pra t'i shtrojë dorën për një kontratë re shoqërore, dhe nga ana tjetër besoj që do të vijojnë dhe me akuza sa më shumë, domethënë vjen data e zgjedhjeve, aq më shumë shtrohet presioni, dhe besoj PD-ja do të ndjejë në kurriz presionin nga instrumentat e pushtetit të Partisë Socialiste dhe do të vijojë, domethënë në nivel komunikativ do të shkojë drejt, le të themi, drejt i konfliktit me akuza, në një edhe domethënë të reciproktat, sepse edhe Partia Socialiste mund të akuzojë nga ana tjetër. E përfundojmë, ka përfunduar minutazhi seri e Partisë Demokratike. Ndalemi pak tek koalicioni Euroatlantik dhe zoti Basha. Një tjetër qasje, një tjetër mënyre të afruarit me qytetarin, me votuesin, me publikun. Çfarë po ndodh me koalicionin Euroatlantik dhe zotin Basha në syrin tënd, duke patur parasysh edhe funksionet që ka patur zoti Basha në të kaluarën? Zoti Basha ka qenë kreu i opozitës, pra një forcë e jashtëzakonisht madhe politike, kryesore mas Partisë Socialiste, dhe domethënë ka koleksionuar disa humbje. Një nga tezat kryesore të tij gjatë luftës së brendshme, gjatë konfliktit të brendshëm brenda partisë, ishte fakti që kishte një mbështetje amerikane dhe që drejtësia e re do t'i jepte të drejtë mbi vulën e partisë së tij, gjë që nuk doli e suksesshme, dhe nga kjo ka pasur shumë firo nga rradhët e tij, nga njerëzit që e mbështesnin. Duhet themi që gjithsesi ai ka ruajtur, duke qenë kryetari Pashi, ka ruajtur një strukturë, ka struktura të shpërndara dhe në qytete të tjera përveç Tiranës, dhe kjo, si thua, i gëzon deri diku fushatës të tij dhe impenjimit të tij. Në nivel komunikativ është Basha, besoj është, siç e shikojmë të gjithë, është rishpikur, pra jep atë modelin e personit, si thua, me kohën, me nefregjisë e tjerë, domethënë i shpenguar. Pra kjo është fjala e duhur, personit i shpenguar nga problemet me drejtësinë dhe domethënë kërkon të bëj kolpo, të godaste e ka i elektorat i cili domethënë e ka atashuar veten shumë me shpëtimin e Shqipërisë që vjen nga drejtësia, dhe Basha, si një nga politikanët që deri diku ka pasur pushtet, ka qenë dhe ministër ka qenë ministër, ka qenë dhe kryetar bashkie, dhe përtej të gjitha këtyre pozicioneve nuk ka një akuzë. Siç e shikoni, ka këtë komunikimin me Ramën nëpër rrjetet sociale ku i ke shokët për treguar që vetë, domethënë, është i pasur.
është i pasur. Besoj që pra ka por gjithsesi kjo është një pjesë, le të themi relativisht e vogël e elektoratit dhe besoj që synimi i Bashës është që të dali vetë paktën deputet në këto zgjedhje. Nuk besimi pastaj për çdo parti është që mund të marrë dhe maxhorancën, ka thënë dhe 30% disa nga sondazhe. Por me aq sa shikoj dhe me aq sa lexoj unë, Basha me koalicionin e tij mund të rrezikojë maksimumi, domethënë të marrë një mandat të nxjerrë veten e tij. Kjo për arsye faktit sepse ka qenë, domethënë gjëja kryesore që ka qenë kryetar i opozitës dhe ka, domethënë në mendjen e opozitarëve ka koleksionuar disa humbje. Dhe mendoj që do ta vazhdoj këtë komunikim që ka dhe të drejt për drejt me Ramën, sepse kërkon bëj antagonizëm. Basha mendon se do të jetë në po të njëjtën linjë. Po, besoj që do të jetë në të njëjtën linjë, sepse biles duket diku si i mërzitur fakti që s'po i kthen Rama me përgjigje. Pra, ideja ishte e gjetur, do të themi që ishte e gjetur, pra roli i antagonistit, pushtetit, përderisa dhe Rama, domethënë i dha një asis duke i kthyer përgjigje. Pra, e bëri Bashën për një farë kohë të caktuar, e bëri pothuajse antagonist dhe viral. Por kjo ka kufit e vet, domethënë nuk mund të shkoj gjatë për gjithë fushatës, sepse pastaj kalon në monotoni, po i njëjti regjistër, po i njëjti komunikim. Besoj që, si thash, atë që çfarë kishte Basha të jepte në nivel komunikimi e ka dhënë fillim të fushatës dhe domethënë, si thash, arriti një sukses përderisa u komentua kudo, gjithkund, dhe në këtë sens pat një sukses, por besoj që fushata e tij do të vi duke u ulur. Sa më shumë afrohemi 11 majit, do të ulet Basha dhe normalisht konflikti ose përballja do jetë midis dy partive kryesore. I ka konsideruar dy partit si një të vetme, pra mund të ketë një bashkëpunim mes tyre dhe ka qenë nga frazat që i ka përdorur shpesh zoti Basha, mendojnë që do ta përdorë sërish këtë si një lloj sulmi kundrejt? Absolutisht po, është zgjedhje e dur komunikimi politik, përderisa Basha nuk është në asnjë koalicion, garon i vetëm, ka pasur përballë si Berishën brenda partisë si Ramën, normalisht do t'i humbi dhe partinë, do t'i akuzoj. Është në normalitetin e komunikimit politik për pozicionin që ka në këto zgjedhje që është i vetë. Bledi, diskutojmë pak në minutat e fundit të mbetura të kësaj hapësire, edhe se lekon votës diasporës e cilësuar si një votë e cila mbase mund të sjellë një lloj ndryshimi të pushteteve, rotacion politik në vendin tonë. Ka nisur tashmë procesi i dërgimit me post të fletëve të votimit, ka nisur edhe procesi i votimit, ka një shifër të caktuar të qytetarëve shqiptar jashtë Shqipërisë, të cilët kanë votuar dhe e kanë rikthyer sërish me post votën e tyre. Çfarë si e lexon gjithë këtë lëvizjen e votës së diasporës? Po dëgjoj, ka disa mendime në këtë drejtim. Mendimi i parë është që edhe pse është një votë e re, pra është një elektorat i ri që futet në përqindjen tradicionale që kanë zgjedhjet shqiptare, që është diku rreth 45%, sepse pikërisht pjesë e madhe e shqiptarëve ndodheshin jashtë shtetit, në diasporë dhe kishin pamundur të votonin. Pra është një risi që do të rrisë, besoj, këtë përqindje dhe duke rritur këtë përqindje, normalisht konfigurimet politike mund të ndryshojnë, por edhe nuk dihen. Pra, shikojmë, këto zgjedhje janë të jashtëzakonshme në këtë drejtim, mund të ketë dhe të papritura, pikërisht për faktin që tashmë në lojën dhe vota e diasporës që deri diku është e palexueshme. Pra nuk ka as instrumenta të sondimet demoskopike që mund të shohin se si mund të jetë vota diasporës e tjerë për te, domethënë takimeve që bëhen nga partitë përkatëse në Itali, Greqi, ku janë dy vendet që kemi emigrimin më të madh.
Pra, besoj që vota mund të sjellë ndryshim. Pra, ka gjithashtu një linjë mendimi që duke qenë që diaspora nuk është se lokalizohet, pra nuk ka një zonë zgjedhore të caktuar që mund të ndikojë në mënyrë decisive, por shpërndarët në përrethje, sepse i larmishëm është dhe largimi i emigrantëve, atëherë ka mendime që mund të jetë marginale. Pra, kjo është në një analizë, le të themi, sasiore. Pra, mund të ketë shumë vota, për shumë persona mund të votojnë, nuk e di, në Kukës apo në rrethet ndryshe, pra nuk janë të përqendruar që të nxjerrin një mandat. Por, nga ana tjetër, në qoftë se do shikojmë analizën që këto zgjedhje mund të jenë, le themi, në kufit e partisë që kush bën 71 mandate për të marrë pushtetin, atëherë këto vota bën decisive, sepse edhe në qoftë se ndikojnë për një duzin deputetësh, 3, 4, 5, 6, këto deputet janë decisiv për marrjen e mandateve. Në qoftë se për herë mendojmë që domethënë asnjë parti nuk do të marrë një maggjorancë, le të themi, të maggjorancë madhe, po do të jenë aty të diku tek 70 ose 70-70, domethënë, sepse kemi edhe partitë e tjera të vogla që mund të përfaqësohen me nga një deputet. Pra, në qoftë se qëndron kjo tezë, votat e maggjorancës janë decisive sepse aq pak mandate, si thua, që mund të prodhojnë, ato mund të jenë decisive në bërjen e qeverisë. Pra, për ta përmbledhur me një fjalë, mendoj që diaspora në këto zgjedhje është kingmaker. E qartë. Bledi, të falenderoj shumë që ishe sot në Fox News, të falenderoj shumë për këtë analizë dhe gjithçka që përcolla. Faleminderit, nëse